po Allahu në Koran ka treguar se falltarët janë dy lloje, secili më i keq se tjetri. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë kush shkon te falltari, edhe i beson në ato që thot, e ka mohu edhe ka bë kofër në ato që unë po e tregoj. S'ka mundësi edhe me i besu pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe falltarit. Ç'ka mundësi? S'do të më ndodh kjo. Nuk do të më ndodh për arsye se imani humbet ose vihet më të vërtetë në pikpyetje të mëdha. Imanin të cilin duhet me rujt më shumë se sa sytë e ballit edhe më shumë se gjithçka që kemi në këtë jetë, sepse me to shpëtojmë këtë botë dhe shpëtojmë botën tjetër. E pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë: "O njerëz, do të shohë këtë. O njerëz, nuk ka smundje që Allahu e ka lëshuar këtë tokë, veçse e ka edhe ilaçin. Andaj lypni ilaçin." Të nderuar vëllezër besimtar, prej kur Allahu i lartësuar e krijoi njeriu e parë dhe e nxorri në tokë, i tregoi se do të ballafaqohet me situata të ndryshme, me sfida të ndryshme dhe gjithashtu edhe me disa të panjohura për ta sprovuar Allahu i lartësuar njeriu se si po gjendet karshi këtyre sfidave dhe karshi këtyre gjërave të panjohura. Po paraprakisht Allahu i lartësuar i tregoi se çysh mu sjell, çysh me jetu edhe çysh me i kuptu këto të panjohura. Por në fund prap mesin disa gjëra të cilat i din vetëm Allahu i lartësuar, sikur se thot Allahu në Kur'an në më tepër se një vend, se të fshehtën gajbin e din vetëm Allahu i lartësuar dhe askuj tjetër. Madje thot Allahu nuk ja shpalos gajbin. Gajb do të thotë diçka e paprekshme për mendjen e njeriu. S'ka mundësi me kapë dhe me kuptu mendja e njeriu, e që kjo është gajb të cilën Allahu i lartësuar nuk e ka mundësu njeriu me e kapën këtë botë. Pos aty këtu disa elemente të leta për i këtij gajbit ja zbulon pejgamberve, nëse don Allahu i lartësuar. Duke u nisur nga kjo, të nderuar vëllezër, është kurrështja njerëzore që njeriu pikërisht ato që janë të parrëtshme, janë të pakapshme, që ato tenton, shumë prej njerëzve tentojnë me i kapë dhe me i zbulu, edhe pse ato nuk kanë mu kapë edhe nuk kanë mu zbulu deri në ditën e Kiametit. Sepse Allahu ka dashur që mu veçu me diçka që nuk e ka askush tjetër, ajo është se Allahu i ka qelsat e gajbit edhe të sekreteve edhe të armës. Duke u nisur nga kjo, njerëzit të cilët nuk janë të brumosur mirë në mësimet islame, pastaj hulumtojnë në këto gjëra të cilat nuk mujnë me arrit me i zbulu edhe nuk arrin diçka në to. Mirë po edhe hulumtimin e tyre e bëjnë në rrugë të ndaluara. Dhe vazhdimisht njeriu e vret kurrështja se çka do të ndodhë të ardhmen. Çka fshihet pra pasaj, çka pas asaj, domthon me ditë të fshehtën edhe me ditë të ardhmen të cilën nuk e din asnjë njeri pos Allahut. Madje edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, sikur ta dinte të fshehtën edhe ta dinte të ardhmen, nuk kish musmu, as nuk kish mu lëndu, as nuk kish me i përjetu gjitha ato përjetime të rënda të cilat i ka përjetu se i kish ikë. Mirë po dhe pejgamberi Allahut nuk i ka ditë këto, për me i tregu Allahu njerëzimit se nuk ka mundësi dikush me e kuptu sekretit edhe gajbin e Allahut të lartësuar. Mirë, pastaj shejtani të nderuar vëllezër, duke pa kurrështën e njeriu me zbulu këto gjëra, i afrohet në forma të ndryshme. I afrohet në forma zbukuruese, në forma këshilluese, kinse po don me i mësu diçka, e në fakt ai don me ja lajthit mendjen edhe me hyrë në ato punët të cilat nuk i përkasin, edhe sot e shohim që shumë prej njerëzve në për forma të ndryshme tentojnë me kuptu të armën edhe të msheftën, qoftë përmes falleve të ndryshme, qoftë përmes leximit të fatit, qoftë përmes falltorëve e kështu me radhë. Edhe sot e shohim që një pjesë e madhe e njerëzve janë të renditura radhët, janë të gjata që presin në përdyrë të tilla. Ndërsa pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam me kohën ai ka tërhequr vërejtjen që këto janë të rrezikshme për imanin. Nuk duhet me sprovu imanin me këto gjëra, sepse mundet muslimani me humbë dhe imanin komplet. Pejgamberi alaihi salatu wassalam thotë: ai i cili shkon te falltori i cili pretendon se e din të ardhmen, edhe e din të fshehtën, edhe mundet me i ndihmu njeriu në ato që nuk mundet me i ndihmu kërkush pos Allahut, këto i pretendon falltori. Ai i cili shkon te falltori, edhe e pyet diçka, veç e pyet, thot Allahu 40 ditë nuk kam me pranuar namazin. Mo ky duhet mu fal.
e ka obligim mu falë dhe me kry bërgjë. Mirë, po 40 ditë s'ka kur farë sevapi prej namazit vete që sevapet e namazit janë si kodrat. Pse? Sepse ka shku në një vend të gabuar. E ka vendos besimin e vetë dhe imanin e vetë në sprov shumë të ranë, edhe ja ka besu gjërat të cilat nuk i din kush pos Allahut e ka besu njeri. Mirë, pastaj në një vend tjetër pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë kush shkon te falltari, edhe i beson në ato që thot, e ka mohu edhe ka bë kofër në ato që unë po e tregoj. S'ka mundësi edhe me i besu pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe falltarit, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë falltarët janë mashtrues edhe nuk din më tepër sa njerëzit e rëndëmt. Ndërsa kur shkon kë, edhe mendon se falltari është gjendje me shëru njerin, është gjendje me dhon fëmijë që s'ka mujt me dhon as mjekësia as kërkush tjetër, është gjendje me jakoj dertet e hallet e me zgjidh problemet e me i tregu për ntarmën e me i tregu për të fsheftën, atëherë kë e humb besimin të cilin e ka posë te Allahu, sa Allahu, vetëm Allahu i din këto. E humb besimin edhe te mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili na ka mësuar se vetëm Allahu veçohet me këto. Pastaj të nderuar vëllezër, çish ka mundësi muslimani i cili e njeh Allahun hak, edhe e din se vetëm Allahu e din të msheftën, edhe shërimi është prej Allahut, ose aty ku e kalon Allahu, shërimin aty duhet me lyp. Edhe prapë që ky me shkuna për dyrt falltarëve, e në dyrt magjistarëve, edhe me kërku dërman ato, çish ka mundësi? S'du të më ndodh kjo. Nuk do të më ndodh për arsye se imani humbet, ose vihet më të vërtetë në pikpyetje të madhe. Imanin të cilin duhet me rujt, ma shumë se sa sytë e ballit edhe ma shumë se gjithçka që kemi në këtë jetë, sepse me to shpëtojmë këtë botë dhe shpëtojmë botën tjetër. Pastaj të nderuar vëllezër, a nuk nalemi me mendu, sikur falltari edhe magjistari tish i shkaft, edhe tish i zoti, edhe tish i mençur me i zgjedh problemet e njerëzve, pse nuk i zgjedh problemet e veta? Ku ka probleme falltari? Plot. Mos pori problemin financiar, pse nuk e zgjedh ai? Mirë po pret që nevojtarët, skamnorët, miskinat, gjënohat me shku te ai edhe me parën e tyre pastaj më u bë pasuri. Pse s'po bëhet pasuri në forma tjera? Pse s'po i zgjedh problemet e shtëpisë së vet? Pse s'po i zgjedh problemet e familjarëve vet? Ktu do të mundon me mendu, veç hiç pa shkumane. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam, po Allahu në Kur'an ka treguar se falltarët janë dy lloje, secili më i keq se tjetri. Mirë, po janë dy lloje. I pari është vetëm mashtrues, i cili i mashtron njerëzit, i mashtron hallexhit, i mashtron ata që kanë derte, edhe i thot kështu, i jep diçka, i shkruan diçka, edhe e merr, do të merrë se ke mushnush me këto, as ka lidhje me mjeksi, as ka lidhje me fe, as nuk ka lidhje me urtësi, as me kurxhahish, po thjesht e ka të theksuar një cilësi shumë të ulët, shumë të poshtë, ajo është mashtrimi dhe i mashtron njerëzit. Falltori i dytë është ai i cili bashkëpunon me gjin. Allahu e ka kriju botën e gjinëve që ata me jetu botën e vet, jetën e vet në veten në tonë. Pa u përzi me ta, sepse pejgamberi i Allahut edhe në rastet kur kishte nevojë nuk u përzi me gjin. Nuk i tha kush po më ndihmon prej gjinëve me shkon në Medinë, në hijret. Kush po më ndihmon prej gjinëve kundër, po besimtarë kështu, jo. Gjinët e bojnë jetën e tyre, ne e bojmë jetën tonë, se kështu Allahu i ka kriju dy bota që secili me bëjë jetën e vet. Ndërsa falltari, lloji i dytë i falltarëve bashkëpunon me gjinët, Allahu në surën Jin, surja e gjinëve që është në Kur'an, thotë gjinët besimtar të cilët e kanë përmend, ja kanë përmend Muhamedit alayhi salam, që pastaj Allahu këto fjalë ka shënuar në Kur'an, thotë wa annahu kana rijalan min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Thotë edhe ka kishte edhe ka hala njerëz, burra prej njerëzve, të cilët kërkonin ndihmë tek burrat prej gjinëve, ndërsa këta vetëm sa ja shtonin dëshpërimin edhe ja shtonin hidhrimin. Nuk ka mundësi dikush me pretendu se mundet me i shëru njerëzit e din të ardhmen pa i ndihmu gjinët. Ndërsa gjinët të ndëruar vëllezër, këtë informat duhet me mësu mirë, edhe duhet me mojt vazhdimisht të freset në kokat tona. Gjinët nuk i afrojnë bashkëpunim kërkujt pa bo kufër në Allah me lëfësor. Si afrojnë kërkujt, mo njëherë nxjerrin prej fesë mirë, e gjveshin prej fesë mirë, e shtin me bo kufër në format më të ulta, më të poshtra, pastaj i afrojnë bashkëpunim. Kështu që sille ka ta sillsh, falltari është në të gjitha pozicionet e tij, në të gjitha mundësitë e tij është shumë i lehtë, shumë i ulët, shumë i poshtër, shumë i keq. Edhe për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam po na e tërheq vërejtin. Pastaj vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë kush e lidh fatin për hajmalia edhe për shkrimet, Allahu mos ja plotson dëshirën. Mirë, cila është më e fortë tash? A hajmalia e falltarit edhe mashtruesit apo doja e Muhamedit alayhi salam? Pse mu bose në tona që
Hiç kur gjë mos na ndodh të ligj prej hajmalijës, mjafton duaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam kundër neve. Allahu mos ja plotësoj dëshirat atij i cili e lidh fatin për hajmalia, për penje dhe për gjëra të ndryshme. Sepse një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam ja pa një hallk dikujt në dorë. Thuhet që ka qenë hallk e arit ose metaleve, thuhet që ka qenë penj. Edhe po I thot pse e monti këto në dorë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po do me ditë me u sharun. Tha unë e moj këto se kjo mi largon sëmundjet dhe mi largon mërzijat. Thot hiqe se veç ka më t'i shtu. Edhe hiqe gjumë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kthehej dhe thot me pas dek kështu. Me pazon dekan ç't gjendje kur s'kishe me kështu. Kur s'kishe me kështu ditën e gjykimit, s'ka pështim për arsye se kjo është me I bë shok edhe me I bë rival Allahu të lartësuar. Andaj falltari drejt për drejt e sfidon Allahun e lartësuar edhe I bën rivalitet Allahut në cilësitë e tij që I ka të përkryer se vetëm ai e ka mundësinë me çu shërimin, vetëm ai e din të fshehtën, vetëm ai e din të ardhmen edhe vetëm ai mundet me ndihmu njeriu kur s'mundet me ndihmu kërkush. Andaj të nderuar vëllezër, me këto nuk duhet të them që na nuk duhet të kërkojmë shërim. Nuk duhet të kërkojmë dërman për problemet dhe punët e tona. Mirë, po duhet të kërkojmë në derën të cilën e kalon Allahu për me gjetë aty. Sepse në dyert në të cilat nuk ka shërim, nuk ka mjekim, nuk ka mundësi për ndihmë, të rokasim kot në to. Edhe s'gjejmë dërman, po dhe e huqim cakun. E pejgamberi alayhi salatu wasallam thot: "O njerëz, thot shokët vet, o njerëz, nuk ka smundje që Allahu e ka lëshuar këtë tokë, veç se e ka edhe ilaçin. Andaj lypni ilaçin. Qa, domthon punoni, zhvillonu teknologji të ndryshme, shkencë të ndryshme që me ditë me gjetë ilaçin për smundje. Mirë, po thot dini se Allahu nuk e kalon ilaçin në sene të ndaluara. Sa pyetemi na, a lejohet mu mjeku me filan produktin I cili ose është medikament I derrit, ose është ashtu ose ashtu. Po Allahu nuk e kalon ilaçin në gjëra të ndaluara, sepse kështu do të dukej Allahu I padrejt para njerëzve, se Allahu më thon që tu e ki ilaçin, a mos bën me pi. Se ta kom ndalu, kjo s'është drejtësi. Edhe Allahu I lartësuar është larg kësaj padrejësie të madhe. Kështu që nuk e ka ndalu diçka vetëm se nuk ka shërim ta edhe ka dëmen ta. Pastaj shërimin të nderuar vëllezër e kërkojmë aty ku e kalon Allahu I lartësuar, ose përmes mjekëve, ose edhe përmes Kuranit. Sepse janë disa mjekime të cilat bëhen me Kuran. Aty mjekësia, edhe vetë mjekësia dhe mjekët I çojnë durt, aty pastaj vjen në shprehje ndërhyrja e fjalës Allahut të lartësuar, sikur se thot Allahu wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Na zbresim nga Kurani, pjesë të Kuranit, në të cilat ka shërim, jo mjekim, shërim ka. E dallimi mes mjekimit dhe shërimit është I madh. Ata që janë të kësaj fushë të mjekësisë e dinë, për arsye se një ilaç mundet mu mjeku njeri me to, po nuk do të thotë se patjetër ka mu shëru. Ndërsa Kurani po thot Allahu shërim është ilaç I 100% efektiv edhe shërues. Po me Kur'an luftohen disa sëmundje, disa probleme tek njerëzit, sikur se është sihri, sikur se është magjia, sikur se është mësyeshje e gjëra të ndryshme. Mirë, po me Kur'an edhe me mjekësi të cilën po thot pejgamberi alayhi salatu wasallam kërkoni ilaçin. E ilaçi kërkohet në vendet ku edhe mund të gjendet jo ku nuk mund të gjendet. Andaj të nderuar vëllezër, për me përfundu krejt këtë legjërat të shkurtë të sotme dhe për me përçu mesazhin e qartë e që është se rreziku I atyre të cilët vendosin ose mendojnë me shku te falltori është shumë I madh. Wallahi shumë I madh rrezik, saqë është rrezik permanent dhe vdekje prorës për imanin e tij dhe për zemrën e tij, e lemo ai që shkon jashtë derën dhe mendon se ja çelloj. Kështu për të nderuar vëllezër, ta ruajmë besimin ton, ta ruajmë edhe mendjen ton, të mos mendojmë me mend të huaja, edhe pse ajo fjala e popullit, e cila është me vend deri dikun, thojnë halli edhe dertit që në dert hasmit, mirë po neve imani s'do të më na lënë kështu. Për çka jemi musliman? Për çka kemi besu Allahun hak edhe çdo kujt tjetër pas Allahut e kemi thonë ti si je Zot. Zoti I jon edhe Zoti I vërtet është Allahu, andaj edhe këtu I themi. Kjo rrugë nuk është rrugë për mu shëru. Kjo mënyrë nuk është për mu shëru, për mu mjeku. Filani nuk mjekon, ta kërkojmë mjekimin aty ku duhet. E imani të cilin e bartim, islamin të cilin e bartim, besimin në Allahun e vetëm dhe besimi I drejtë, duhet me na I qelë sytë edhe këtu, edhe mos me lyp dërman, as mos me lyp ndim aty ku s'ne gjajnë time. Po aty ku e kalon Allah I lartësuar, e lusim Allahun që çdo të sëmur Allahu ta shëroj, çdo skamlor Allahu ta pasuroj, çdo mashtrues Allahu ose ta udhëzoj ose ta shkatërroj, ndërsa ata të cilët ja dojnë të keqen njerëzimit,
qoftë me fallet të ndryshme, qoftë me magji të ndryshme, Allahu ja u kthef në trupat e tyre